Sepse sot duhet ta pranojmë këtë realitet, do me thënë në për media janë funksionale ato vajza ose ato djem të cilët kanë strategji, të cilët përdorin strategji dhe të cilët din të menaxhojnë situata, do me thënë din të marrin vëmendjen e publikut. Dhe unë mendoj me këto lëvizjet të fundit që ka bërë Brikena, që do me thënë hiq nga Instagrami Mateon, ajo nuk e ka hequr, por e ka fshehur në këtë rast Mateon dhe Ana Sjeltas, edhe Mateo ka bërë të njëjtën lëvizje, mendoj që është strategjia më interesante që ka ndodhur dhe kjo lloj lëvizje me patjetër që tërheq vëmendjet e publikut. Do të thënë, kjo është e para që unë e mendoj që publiku do të di për Brikenën. Pastaj pjesa tjetër, do me thënë, është që Brikena ka dhe anët e saj shumë pozitive. Në anën tjetër, Loredana është një personazh, do me thënë që çfarë do që të flet krijohet në lajm. Publiku ka qenë shumë kureshtar për Loredanën të di për marrëdhënien për Gjestin, për Jozin, për Don Gjonin, që un jam shumë i bindur që edhe këto fjalë të cilat Loredana i ka folur për marrëdhëniet e saj apo për atë historinë që u përfol për Gjestin, mënyra se si Loredana e kërkonte marrëdhënien me Jozin, unë mendoj që ishte një lloj ironizimi, sepse jam i bindur që Loredana e ka këtë sekretin që në qoftë se do të merë vëmendje në një marrëdhënie, me patjetër që e merr dhe me patjetër që e fiton. Do me thënë, jam i bindur në këtë gjën dhe besoj që Loredana e ka këtë magjin brenda vetes që të tërheq vëmendjen e çunave. Ndërsa Kiara